Mirëmëngjes, jemi përsëri së bashku në emisionin ton Koha për të zgjuar në ekranin e News 24 dhe në valët e Radio Rash. Si gjithmonë në fillim ju njohim me titujt në faqet e para të disa prej gazetave të përditshme, të atyre që mbrin në studion ton çdo mëngjes. Gazeta shqiptare çelet me titullin Ikën Manjani, orët e negociatave Rama Meta, prapaskenat, shkarkohet ministri i drejtësisë, e zëvendëson Petrit Vasili. Shpërthen ministri i drejtësisë në detyrë, hakmarrje se fola për kanabisin, ministrat me dashnore tek hoteli i Balilit. Darina Tanushi dhe Valentina Madani sjellin më tepër hollësi për këtë kronik të ditës së djeshme. Nga Blendi Fevziu plotëhet opinioni ditës me titull Rama apo Meta, kush fitoi nga shkarkimi i Manjanit. Një opinioni ditës nga Adri Nurellari titullohet Potenciali turizmi dimëror dhe zonat ku mund të ndërtohen pista skijimi. Kompensimi pronarve, si do ndahen 3.3 miliard lek. Propozimi, hartim grafiku për ndarjen e parave. Kontrolli i lartë i shtetit, lista, 37 familje që duhet kthejnë parat tek Agjencia e Trajtimit të Pronave. Renditja e gjimnazeve në Tiranë, kryeson Sami Frashëri. Amfilohia në Shkodër, ne bëm historinë e Shqipërisë. Të pasiguruarit, lista e barnave falas për 600.000 të pasiguruar, lista e plot. Maqedoni, Gruevski, Kanos, zgjedhje të reja ose kemi destabilitet. Këtë janë titujt e faqes së parë të gazetës shqiptare. Gazeta Panorama, sherret në qeveri, prapaskenat e shkarkimit, Manjani refuzoi dhe Metën, akuzat e ish-ministrit, çfarë ndodhi 48 orët e fundit që sollën shkarkimin e ministrit të drejtësisë, përplasjet me kryeministrin dhe stafin e tij të ngushtë në mbledhjet e qeverisë. Kërkesa e përsëritur e Ramës për shkarkim dhe pse Meta i kërkoi të dielën në mbrëmje dorëheqjen Manjanit. Ish-ministri, ministrat me dashnore të hoteli Balilit, policia përndjek prokurorët, Vasili, ministri i drejtësisë. Lëvizja Socialiste për Integrim konfirmon paktin me Partinë Socialiste. Luan Rama nuk e prishi marrëveshjen e bashkimit të së Majtës. Basha, Rama pengi krimit, Meta pengi Ramës. Blushi, mbi kokën e Manjanit është zgjedhur presidenti i ri. Mësuesit, vendoset data për provimin e rritjes së pagave. Ministria e Arsimit, 10 ditë afat për dorëzimin e dokumenteve. Në Tiranë, i fiksuar pas shpejtësisë, përplas për vdekje 3 vjeçaren. Avokati i popullit pezulloni shembjen e banesave në Himar. Teatri Metropolit, premiera, Robert Ndrenika rikthehet në skenë. Një opinion nga Agron Gjekmarka i mban titullin Raporti Rama Meta si fyerje për etikën publike. Nga Alfred Lela, shkarkimi Manjanit, një arnë mbi krizën. Nga Briseida Andoni, psikologët e urdhëruar. Në brendësi të gazetës Panorama, sot është suplementi Panorama Shëndet. Fletmjekja reumatologe Ergeta Ktona, sëmundjet reumatizmale, faktorët që ndikojnë dhe shenjat që shfaqin. Koliti, të eliminohet marrja i qumshtit dhe kafeinës. Fletmjekja gastrohepatologe Ada Myrto. Limon për tensionin e lartë, për gurët në veshka dhe artritin. Këto janë titujt e faqes së parë të suplementit Panorama Shëndet që del në brendësi të gazetës Panorama. Gazeta Shekulli, ndarja e parave, pronat, 90 ditë afat për dosjet. Publikohen emrat e pronarëve që duhet paraqesin dokumentet. Agjencia e Trajtimit të Pronave, si do të veprohet me subjekte që nuk plotësojnë shkresat, kujt do t'i ulet çmimi. Zbardhen afatet për ndarjen e parave të vitit 2017 dhe të fondit që ka mbetur nga buxheti i vitit të shkuar. Qeveria, servisi i flotës detare do t'jepet me koncesion. Përgjime të reja për Balilin, ikën Manjani, negociatat e fsheta për zgjedhjet parlamentare. Ministri, flen me dashnoret në hotelin e Balilit, kanë kërkuar shkarkimin e Tahirit. Luan Rama, ja ç'ndodh me koalicionin. Nuk ndikohemi nga Partia për Drejtësi, Integrim dhe Unitet. Afati për firmosjen. Presidenti Amerikan, urdhri për vizat nuk pret shtetasit me green card. Bujar Alimani, kinemasi mungon guximi për tema jo egzotike. Regjizori kthehet në Tiranë për filmin Delegacioni, si të mos jesh militant në asnjë parti politike. Armando Cungu, vllaznia kundër Partizanit, nuk do të shkojmë si turist.
Këshilla mjekësore, Polikron Qelo, si ndikojnë vaksinat të fëmijët. Mjeku i njohur pediatër flet për shytët dhe kollën e mirë, shenjat dhe si kurohen, si të kuptojmë rrezikun e miokardit, janë titujt e faqes së parë të gazetës Shekulli. Gazeta Mapo, majoranca, ikën Manjani, por konflikti ngelet. Kryeministri Rama ka shkarkuar dje ministrin e drejtësisë. Ai ka paraqitur aktin e shkarkimit kryetarit të LSI-s. Meta e zëvendëson me Petrit Vasilin. Procesi i shkarkimit nisi 2 javë më parë, pas akuzave të Manjanit ndaj qeverisë dhe majorancës. Por Lëvizja Socialiste për Integrim nuk tërhiqet nga akuzat e rënda të bëra nga Ylli Manjani, ndërsa në mbrëmje Luan Rama tha se reformat e shëndetësisë dhe arsimit kanë dështuar. Ish ministri, akuzat e Manjanit nga qeveria e kapur te ministrat me dashnore në hotelin e Balilit. Ndryshe nga ministrat e tjerë të larguar, ish ministri i drejtësisë pas largimit akuzoi shumash për qeverinë, duke nisur nga antikushtetueshmëria e mbledhjeve të kabinetit deri te korrupsioni në tendera. Negociatat, kriza e Maqedonisë, dështon Gruevski, Zaev pret mandatimin. Zaev, gjithçka tjetër paraqet shkelje të kushtetutës. Qeveria e drejtuar nga ne do t'ju garantojë të drejtat të barabarta të gjithë qytetarëve, pa dallim për katësi etnike apo fetare. Ngërsh është cikli i karikaturave nga Bujar Kapexhiu, stafet ministrore. Debati për Shqipërinë, Komisioni Evropian kërkon rezultate konkrete në luftën antikorrupsion. Fleckenstein, duhen dëshkime në nivele të larta që të kuputen lidhjet e politikës me rrjetet kriminale. Vetingu i gjyqtarëve dhe prokurorëve është thelbi i reformës në drejtësi. Projekti për adresat, nis regjistrimi der më der. Nga dje në vend ka nisur procesi regjistrimit të adresave. Regjistruesit do shkojnë der më der për të bërë regjistrimin dhe verifikimin në vend. Tishdaia, zbulojnë partiturat e 1943-shit, himni i batalionit Garibaldin. Editoriali sotëm është shkruar nga Arjan Çuri, mban titullin Debatet e brendshme të qeverisë nuk i shërbejnë interesit publik. Nga Ardian Muhaj, për këran borit e trenit të Serbisë. Nga Naum Mara, kandidati i kastruar për kryeministër. Në brendësitë gazetës Mapo sot është suplementi Mapo Ekonomi. Ulja e TVSH në Shqipëri duhet të ndodhë tani. Janë titujt e faqes së parë të gazetës Mapo. Gazeta Telegraf, ndërkombëtarët duan kokën e Tahirit. Rama u çon të Manjanit. Edi Rama firmos shkarkimin e ministrit të drejtësisë dhe emërimin e Petrit Vasilit. Reagon Ylli Manjani, kreu i qeverisë shkelës i kushtetutës, dhunuesi gjyqësorit, të i bizneseve dhe i fjalës së lirë. Shkarkimi Tahirit, lidhjet me drogën dhe flirtet e ministrave. Shkarkimi Ylli Manjanit, reagime pro dhe kundër të krerëve të politikës shqiptare për vendimin e kryeministrit Rama. Qyteti pa shërbime policore. Degradon rendi dhe qetësia, pasi policia punon me gjysmën e efektivit. Pjesa tjetër në kërkim të hashashit dhe trajnimit për fushatën e 18 qershorit 2017. Nga Abdurrahim Ashiku botohet opinioni me titull Analist dhe kanalist të medias. Nga Diana Skrapari, zgjedhjet presidenciale franceze të 2017-s. Aferat korruptive, kur do t'i hapen letrat firmës koncesionare me 13 emra që kanë ngulur sondat në detin e Durrësit. Lindita Nikola, ministri i arsimit, promovon projektet e së ardhmes, ditët e hapura të shkollës qendër komunitare. Tenderi i protezave ortopedike, pazaret për ligjin e koncesionit të laboratoreve zgjerohen edhe me tenderin e radhës, ku Dyshja Nushi Lajo fitojnë 1.3 miliard lek, fal mirëkuptimit të Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike. Takimi Hoxha Tito, rrëfimi Shakir Vukaj, ambasadori shqiptar në Moskë në vitet 1998-2002. Stalini Kardelit, Enveri më ankohet për Titon. Kardeli, Kosovën do t'u kthejmë shqiptarve. Sporti në Telegraf, fletisht talenti i futbollit Artur Çobani, Lushnja një hirushe, Dinamo perle e karrierës sime, Ismet Bellova, noti sporti bukurisë dhe i shëndetit. Mozaik dhe aktualitet, Bardyl Berberi, regjistrimi i popullatës, Petronini Luarasi, buqime vulkanit shqiptar, Ergjys Alushi, 108 vjet nga shfaqja e parë teatrale në Vlorë, sot teatri rrezikon mbylljen e tij. Mjekësia,
Portokalli kuq lufton tumorin, ul nivelin e triglicerideve dhe insulinën në gjak, janë titujt e faqes së parë të gazetës Telegraf. Gazeta Dita, ylli bie, koalicioni mbetet. Viktor Malej, Bedri Islami dhe Mero Baze flasin për shkarkimin e Manjanit, Ramën dhe Metën. Pra paskenet e largimit të ministrit të drejtësisë dhe 3 analiza për raportin Partisë Socialiste, Lëvizje Socialiste për Integrim. Akuzat e rënda për ministrat me dashnore dhe drejtorët e policisë në hotelin e Balilit. Pse Lëvizja Socialiste për Integrim kërkon kokën e Sajmir Tahirit dhe ç'ndodhi dje në zyrën e Metës. Si do kryet der më der regjistrimi të gjithë adresave, detajet e procesit. Drejtoria e tatimeve, kontroll për evazionin fiskal tek artistët dhe këngëtarët. Lidhjet me Kalan, afera Qez, Komisioni Hetimor thret Shkëlzen Berishën. Rritja e pagës për mësuesit, kur do zhvillohet testimi me shkrim, data dhe detajet, udhëzimi i plot. Nga Jorgo Mandili botohet artikulli Një gafe nishanit në ditën e Holokaustit. Letrat e lexuesve, Manjani nuk ka të humbur dhe as të fituar. Vargjet, Arben Duka, Vetingu, gjunahet dhe parat nuk i tregon njeri. Deklarimet e pasurisë janë titujt e faqes së parë të gazetës Dita. Gazeta Koha Jon, Partia Socialiste pa Lëvizjen Socialiste për Integrim, shkon te Partia Demokratike e sotme. Luan Rama, kryetari i grupit parlamentar të Lëvizjes Socialiste për Integrim. Ne nuk prishim kontributin ton për një të majtë të bashkuar, të cilën e kemi bërë që në prill 2013. Editoriali sotëm mban titullin Koalicioni Rama Meta vazhdon, pavarësisht shkarkimit të ministrit. Ylli Manjani, kryeministri më shkarkoi se nuk duronte kritikat e mia. Kabineti Petrit Vasili, ministri i ri i drejtësisë. Akuzat, cili ministër është filmuar me dashnoren të resorti Klement Balilit. Kryeministri Rama, regjistri i ri i banesave, të dhëna do mlidhen der më der. Ish kryeministri Berisha, opozita së bashku me qytetarët do ta largojnë këtë qeveri nga pushteti. Pakti i mirëqenies, ministri Klosi, as që qytetar nuk është jashtëvëmendjes së qeverisë. Nisma, ministri ekonomi, inspektimi online, një hap i suksesshëm drejt formalizimit të tregut. Projekti Veliej, kullvrojtimi në dajt për të parandaluar çdo dëm ndaj pyjeve. Intervista, deputetja Blerina Gjulameti, mazhoranca mund të kishte punuar më mirë. Berat, 3 vjeçarja humbi jetën në spital, prindrit akuza mjekëve, duam drejtësi. Speciale, flamuri shqiptari që ndisur në vitin 1908, në kishën e Sheh Gjergjit në Boston. Një speciale nga Zenepe Luka mban titullin Shoqata kulturore Albano dhe Romina Power, sot 21 vjeç. Këto janë titujt e faqes së parë të gazetës Koha Jon. Gazeta Sot në faqen e parë titujt Meta tërhiqet nga presionet ndaj Ramës, shet Ylli Manjanin për të mos u larguar nga koalicioni me Partinë Socialiste. Ja prapaskenat e shkarkimit të ministrit. Bemblushi, Manjani kurbani koalicionit Partisë Socialiste, Lëvizje Socialiste Integrim për të zgjedhur presidentin. Rama po i shkatron Metës partinë. Ylli Manjani, ministrat kalojnë netët me dashnoret në hotelin e Balilit. Qeveria e mbërthyer nga korrupsioni. Duhej shkarkuar Tahiri, jo unë. Rama qetëson deputetët socialist. Koalicioni me Lëvizjen Socialiste për Integrim do të vazhdojë pavarësisht përplasjeve dhe tensioneve. Shkëlzen Berisha të mërkurën në kuvent për aferën me Qez. Kërkohet marrja me polici e Arben Doçit. Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit Pasurive nis evidentimin e bizneseve, pronave dhe banesave të gjyqtarëve dhe prokurorëve. Kontroll llogarive bankare jashtë vendit. Bashkimi Evropian jep alarmin. Kanabisi dhe koncesionet rrezik për stabilitetin e vendit. Forcat e policisë dhe zyrtarët lidhje me krimin. Gjykata rrëzon për të dytën herë qeverinë. Garda fajtore për vrasjen e Alex Nikës me 21 janar. Familjarët përfitojnë 65 milion lekë dëmshpërblim. 19 dita fat për reformën zgjedhore. Aleatët shtojnë presionet ndaj Bashës. Thirrje të kërkojë qeveri teknike ose të bojkotoj zgjedhjet. Marko Dajti, me hapjen e dosjeve do zbardhen skandale intime në sigurimin e shtetit. Krerët e politikës bashkëpunëtor të agjenturave të huaja. Një koment nga Elena Qirici mban titullin Plani urbanistik i Korçës, një elegji pas shkatrimit urban.
Nga Sokol Hysenaj, t'u japim pushtetin qytetarëve, janë titujt e faqes së parë të gazetës Sot. Gazeta Tema në faqen e parë sjell titujt Rama Meta bëjnë kurban Ylli Manjanin. Qetësohen gjakrat në koalicionin Parti Socialiste, Lëvizje Socialiste për Integrim. Manjani ndihet i tradhtuar nga Meta. Prej 6 muajsh Rama i ka bërë presion që të më shkarkonte. Rama Manjani, miqësia që u kthye në një armiqësi të egër. Nga Merobaze botohet editoriali me titull Braktisja e akuzave të Ylli Manjanit. Nga Skënder Mingjozi, sherri që paradoksalisht nuk e lëkundi koalicionin. Nga Andi Bushati, qenë të LSI-s nuk kanë dhëmë të kafshojnë. Nga Afrim Krasniqi, telenovela mbylli aktin e radhës. Sa $1 milion humbi Gens Polo në qeveri. Zbulohet lidhja Lulzim Basha Klement Balili, kreu i Partisë Demokratike i fali hotelin në Sarand. Dashuria që i qoj në Çmendin. Antena brenda familjes. Dashnoria jon është më e bukur se e komshiut. Janë titujt e faqes së parë të gazetës Tema. Gazeta 55, cilët ministra kanë fjetur me dashnore tek hoteli i Balilit. Në media janë publikuar dhe emrat e ministrave. Thuhet se ekzistojnë edhe raportimet e shërbimeve partnere. Prandaj denoncimet e Manjani duhet jenë zanafilla e hetimit dhe jo mbytja e akuzave me shkarkim. Basha, qeveria Rama Meta i la vendin qeveris Rama Tahiri, klanet kriminale bashkëkryetar të qeveris. Intervista Berisha, ministri i shkarkuar kurbani Kelment Balilit, organizata kriminale po qeverisë vendin. Kërkesa, të ngrihet komision hetimor për të gjitha akuzat që bëri Ylli Manjani pas shkarkimit si ministër i drejtësisë. Vëzhgimi, pse heshtet për vilën e korrupsionit me firmën e Vlahutinit. Skandali, plani $1 miliard Jedvinit zbulohet jetë plan për $1 miliard koncensione. Polo, shkelja e ligjit nga Autoriteti Medias Audiovizive dëmton pluralizmin e mediave. Nga Besim Drejgjoni botohet artikulli një përgjigje atyre që lehin nga bunkerët e Edi Ramës. Forum, në këtë rubrik vjen një dosje nga Kastriot Dervishi. Protesta e pare kryeqytetit e 28 janarit 1990. Dënimet e dhëna për 3 të pandeurit. Nga Qemal Sakajeva botohet artikulli kush e kërcënon Serbin me luftë. Nga Gani Mehmetaj, lulja e Xhenemit nuk lëshon pe, as pas presionit amerikan dhe britanik. Në brëndësit gazetës 55, sot është suplementi Japonia një mik më i afër se Kina. Shinzo Abe synon forcimin e aleancës ushtarake me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Një analizë me titullin Azia lindore në epokën Trump. Këto janë titujt e faqes së parë të gazetës 55. Gazeta Ballkan, vendimi i qeverisë, dokumentat e reja për ndihmën ekonomike. Hynë në fuqi përllogaritja për familjet e përzgjedhura në bazë të formulës së pikëve, përcaktohen kriteret e reja dhe masa e përfitimit. Regjistri i ri i banesave, të gjithë qytetarët shqiptar do të matrikullohen. Kryeministri Rama, çdo qytetar do të mbajë një numër personal nga lindja deri në vdekje. Personat e pasiguruar nisin procedurat për rimbursimin e ilaçeve, kontributet e pensioneve, skema e re për të vetë punësuarit, sa do të paguhet nga kategoritë e 23 profesioneve të lira. Shkarkimi, Ylli Manjani nxjerr të palarat e qeverisë, a do të bjerë ajo? Parlamenti Evropian duhet rezultate kundër krimit dhe korrupsionit. Klosi, ligj i ri për përkujdesjen e shërbimit shoqëror. Drafti, lejet e ndërtimit mund të shtyhen deri në 3 herë, rritet gjoba. Ish kapiteni Dinamos Ilyas Çeço, dokumentar për karrierën e një prej legjendave të futbollit shqiptar. Një opinion nga Afrim Krasniqi mban titullin Telenovela mbylli aktin e radhës, skenari i Partisë Socialiste dhe Lëvizje Socialiste për Integrim. Nga Mimoza Koqiu, kush është viktima, Rama apo Meta? Nga Ndriçim Mehmeti, historia e arsimit të gjeneratës tjetër. Nga Fatjona Mejdani, ngritja e digave mbi lumenjtë e egër të Shqipërisë. Klubi Ballkanit, nga Pëllum Kulla botohet artikulli A ju dhan fullanit parat që donte? Vedat Kokona, rrëfimi pa njohur për muajin e mjaltit në Itali. Këshilla mjekësore, doktor Deljallisi, diabeti i pazbuluar shkatron në heshtje, janë titujt e faqes së parë të gazetës Ballkan. Gazeta Standard, dëshira e 15 muajve. Makthi i Ramës në qeveri, shkarkohet Manjani. Lëvizja Socialiste për Integrim zgjedh Vasilin si ministër të drejtësisë.
Shkarkimi nga posti ministrit të drejtësisë, Manjani, qeveria e kapur, partnerët kërkuan largimin e Tahirit, ministrat e Ramës flinin me dashnoret në resortin e Balilit. Luan Rama, 2 rrugë ishin, ose shkarkoi kryeministri ose ministri, arsye s'më bindni. Pranuam zgjidhjen e Ramës, Partia Socialiste e ka parë do të thotë të konkuroj pa lëvizje socialiste për integrim. Basha, me shkarkimin e Manjanit u provua se Rama është pengi krimit. Berisha, ekzistenca e Manjanit përbën problem madhor për Ramën dhe organizatën kriminale. Qeveria e humbur në arbitrazhe, shqiptarët paguajnë gafat e qeveritarve, ja të gjitha rastet. Varfëria, shqiptarët shpenzojnë për konsumin ditor, po aq sa afrikanat. Ligji i mbetjeve, grupet e interesit kundër miratimit, ja kthejnë përmbys ligjin Shalsit, duan ndryshime. Në spitalin e Beratit, vdekja e 3 vjeçares, nisin hetimet ndaj mjekës, familjarët kërkojnë drejtësi. Për gjake në rrugët, në një ditë 5 aksidente në 4 qytete, humbin jetën 4 persona. Alarmi në shëndetësi, largimi mjekëve një fenomen shqetësues për Shqipërinë. Kisha e Fanolit, flamuri original shqiptari që ndisur më 1908 në kishën e Shëngjergjit, Boston. Padorashka, prerja e shiritave, kryeministri haron një tjetër premtim të 2013-s, gërshërët e inaugurimeve i ka në dorë. Këto janë titujt e faqes së parë të gazetës Standard. Gazeta Fryma e Re, takimi në Korçë. Bamir Topi, Fryma e Re Demokratike, parti e bazuar mbi moralin dhe interesat e shqiptarëve. Fryma e Re Demokratike intensifikon takimet me strukturat drejtuese të degëve. Këmbgulja për votimin elektronik, tregues për manipulimin e zgjedhjeve të kaluara. Zhvillimet politike, Maqedoni, Fryma e Re Demokratike, pranimi i platformës shqiptare, garanci për paqen dhe stabilitetin. Parlamenti Evropian, çelja e negociatave, rezoluta për Shqipërinë, dënoni zyrtarët e lartë. Udhkryqi politik i Maqedonisë është një analizë nga Alfred Cako. Nga Petrit Kaziu, përpjekjet e Serbisë për ripushtimin ekonomik të Kosovës. Nga Ilir Koro, për një politikë qytetare dhe humane. Investitorët e huaj, si pengohemi nga drejtësia, titujt e pronësisë dhe nga burimet njerëzore. Sport, kompeticioni 2, Kupa e Shqipërisë luan në mesjavë çerek finalet. Janë titujt e faqes së parë të gazetës Fryma e Re. Gazeta Rilindja Demokratike në faqen e parë titujt Rama pengi krimit, Meta pengi Ramës. Basha, ministri Manjani u shkarkua sepse foli hapur për krimin që ka marrë peng qeverinë, për drogën, për Balilin, urdhërimin me telefon të gjyqtarëve nga Rama. Kurban i mafjas, denoncimi ministrit të drejtësisë. Qeveria është e kapur. Shërbimet partnere kërkuan shkarkimin e Tahirit. Prova nga partnerët të ministrave me dashnoret në Santa Quaranta. Rama gjurmon prokurorët dhe telefonon gjyqtarët për të futur njerëz në burg. Denoncimi për aferën me koncesionin e dritave për rrugët. 2 milion euro pagoi Rama pa tender për avokatët ndaj Beketit. Berisha, përgjigjen duhet ta japin qytetarët. A e dini pse nuk arrestohet Balili? Se Balili qenë ka kontraktor kryesor i abilajve të Tahirit. Ka Frok Çupi botohet artikulli vrasja e ministrit. Nga Enver Betyçi, Manjani dhe Rilindja Rumpall Allaqosje. Këto janë titujt e faqes së parë të Rilindjes Demokratike. Gazeta Integrimi në faqen e parë titujt kandidatët për deputet. Meta, shqiptarët jo vetëm të votojnë, por mbi të gjitha duhet të zgjedhin. Kryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim në takimin me strukturat në njësinë administrative numër 8. Lëvizja Socialiste për Integrim do të kërkojë mendimin e çdo antari të saj në të gjithë vendin për listat e kandidatëve për deputet. Kejdi Mehmetaj, përkushtimi për të shërbyer, ajo që e dallon LSI-n në skenën politike. Endrit Brajmllari, forca e Lëvizjes Socialiste për Integrim, fryma e ekipit dhe bashkëpunimi me njëri tjetrin. Klevi Pojana, misioni ynë është një shans më shumë për çdo qytetar shqiptar. Dritan Ylli, Lëvizja Socialiste për Integrim e njësisë 8 është në rritje të pandalshme. Fitojmë me 18 qershor. Eltion Halimi, modeli ynë në politikë mbështetet gjithnjë më shumë nga qytetarët. Kryetari i grupit parlamentar të Lëvizjes Socialiste për Integrim, Luan Rama, lirohet nga detyra ministrit drejtësisë. Manjani, Lëvizja Socialiste për Integrim propozon Petrit Vasilin. Luan Rama, LSI e vendosur për klim bashkëpunimi për reformat. Një koment nga Sindi Lica mban titullin Gjithë përfshirja dhe fryma e grupit në vizionin e lëvizjes rinore për integrim.
Konferenca ndërkombëtare Klajda Gjosha, zbatimi i shpejt i reformës në drejtësi, shkurton rrugën tonë drejt Bashkimit Evropian. Silva Caka me strukturat në Çorovod. LSI është krenare për kontributin e saj për zhvillimin dhe integrimin e vendit. Debati në Komisionin e Jashtëm, Parlamenti Evropian, Shqipëria t'jap rezultate konkrete kundër krimit organizuar dhe korrupsionit. Këto janë titujt e faqes së parë të gazetës Integrimi. Gazeta Panorama Sport, Valter Fushaj, vllaznin do ta marrin peng, ja si rikthehen, ekskluzive, rrëfimi ish presidentit, administratori aktual i dështuar. Aksionet do të futet politika dhe do shkatërrojë gjithçka. Ekskluzive, historia e çmendur e Osmanit, si i fala 1.5 miliard lek Tiranës. Gafa në kontrat, lojtari figuronte me pagë 500 milion lek në vit. Lapsusi u konstatua disa muaj pas firmës me Bardeblut. Fletmbrojtësi Korçar mund të kisha siguruar jetën dhe të lija futbollin, por nuk i bëja dot keq Halilit. Postimi, kthimi në kryeqytet, Partizani provokon Tiranën. Flamurtari, Firmos Neziraj do marr 30.000 euro për 6 muaj. Muzaka në Korçë, vetëm Skënderbeu më motivon. Mes Fushori rikthehet te kampionët, pritet edhe bosnjaku Haris Handžić. Sot ora 21, duel titulli, Liverpooli bën presion Chelsea-t. Dëmtimet, De Sciglio mungon 1 muaj, Bonaventura trëm Milanin. Juventus, kanibali Higuain, tani e ka radhën Interi. Spanjë, tensioni, Ronaldo shan tifozët e tij. Gjermani, Carlo Ancelotti, Renato Sanchez është si Platini. Gossip, zbardhen fotot, Cana, darkë romantike me Monikën. Atletik, 18 kontrole dopingu në vit, Gega vë rekord. Janë titujt e faqes së parë të gazetës Panorama Sport dhe kemi lexuar kështu të gjithë titujt e faqeve të para të gazetave që kanë mbritur në studion ton këtë mëngjes. Dhe tani si gjithmonë ju luftoj në numrin ton të telefonit 0522 302 53 për të sjellë këtu gjithçka që gjykojmë të rëndësishme në këndvështrimin qytetar. Po më parë do ftoj regjin të transmetoj një blok informacionesh të tjera dhe rikthehemi pastaj sërish së bashku në studio.